Konsumoni 2 banane në ditë për 1 muaj dhe rezultati do ju lërë pa fjalë. Bananet përmbajnë shumë pak sodium, por shumë kalium, i cili është i domosdoshëm për rregullimin e shtypjes së gjakut dhe shëndetin e zemrës. Hulumtuesit kanë gjetur se konsumimi i përditshëm i bananeve mundet që të reduktojë rrezikun nga sulmi në zemër për 40%. Nëse keni probleme me sistemin e tretjes, si për shembull kapslok, hani pak banane. Ato janë një burim i shkëlqyer i fibrave dhe shpejt do të zgjidhin problemet tuaja me zorrët. Bananet do të sigurojnë të gjithë energjinë e nevojshme dhe ato janë zgjidhja e duhur para ushtrimeve. Atletët i mbajnë ato në çantë rregullisht për t'i ngrënë para ushtrimeve. Nëse trupi juaj ka nevojë për hekur, bananet mund t'ju ndihmojnë. Substanca që gjendet tek bananet stimulojnë edhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe hemoglobinës.